që të ndahet një fond që do ta monitoronte vetë qeveria e Kosovës dhe këta nuk e ban, faktikisht është për ne shumë e rëndë, pjesa dërmuese e këtyre punëtorëve në momentin kur vdes, gjithçka përfundon aty, shteti në fare nuk merret me ta, faktikisht domethënë këto në pjesën më të madhe lëndët shkojnë nëpër gjykata. Drejtësia në gjykat dihet që minimumi si mas të dhonave që i kemi ne për të përfunduar një proces në vitet 6-17 vite, dhe unë them drejtësia e vonuar është e barabartë me pa drejtësi, por edhe në shumicën e rasteve në moment kur vdes punëtori, faktikisht pronarët e kompanive janë gjallë, kanë kapital dhe shpeshherë din me devijue edhe proceset gjyqësore që kanë fakt përfundimisht në këto raste janë të dëmtuar familjarët, jemi të dëmtuar edhe si shoqëri, jemi më shumë të dëmtuar sepse nuk po dimi vlerësojmë këtë raste që s'pakut ne si sindikat kemi pas raste kur u dashur që të intervenojmë, të mbledhim mjete që s'pakut ceremoninë e varrimit ta kryejmë ashtu siç e don po themi rritje fetar, dhe paramendojnë institucione shtetënor ndan mjete për njerëz të pushtetit me mijëra euro për raste të ndryshme, e për raste të tilla nuk ndan, që ka të një shqetësim shumë i madh, dhe normal që ne kemi pas menduar që s'pakut edhe sindikata ta formojnë një fondacion që të kemi s'pakut për këtë raste të intervenojmë, por megjithatë me vetë faktin që mos të po themi kështu mos merremi me peripetia se që t'ju japim shkas dikujt se me thonë u morën u danë dhe nuk u danë, gjithherë kemi shpresuar dhe po shpresojmë që qeveri edhe kjo që ka shku, edhe që do di ta ketë para veti këtë problem, se unë mendoj që problemi ndër më madhor është ky, që këtyre familje s'pakut ne nuk mund t'u kthejmë antarën e familjes, por s'pakut në çështje financiare të ndihmohet me aq sa ka mundësi. A ka familje, zotëri Jusuf, që do më thonë, okej, personi vdiq, përfundon ceremonia me shpenzimet prap të familjes, do më thonë që shpenzimet ndoshta në këtë rast janë gjëja më vogël, po prapse prap është një ngarkesë ekstra për ta përveç humbjes. Është gjë shumë e vogël, por megjithatë unë nuk e thash rastisht ai duhet varroset, por kuptojnë që shpeshherë familjet e kanë në rastin se si të varroset. Do të thonë ballafaqohen me vështirësi edhe me këtë vështirësi. Nuk ban të anashkalohet në kjo se ka shumë kompani që mirët me këtë proces, ka shumë kompani të cilat jo shumë marrin antarën në ndonjë familjes në vend tyre të punës. Kemi rastin për shembull në Albi Mall dikon para 10 vitesh pa të vdek një punëtor në vend tyre të punës, domethënë çështje që s'po du me hymanej, dhe pronari kompanisë në bashkëpunim me neve kemi shkuar, i ka ble banesë asaj familje, i ka premtuar, po është duke realizuar nga një pagë bag të mirë gjatë muajit, çdo muaj, dhe ka premtuar që në moment kur fëmiu i tij të mbush 18 vjet do ta punësoj me një herë, kështu që në farforme s'pakut ka qenë një, po themi kështu, një solidaritet me familje.